Midis programeve me filma, muzik, programe edukative dhe jo vetëm, programi i bisedave DocuTalks në kuadër të festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest është ndër ato që i japin pesh çdo edicioni, edhe atij jubilar të si vjetëm të Qerek Shekullit. Filmat çojnë në biseda të gjera rreth kujtesës, rezistencës e shoqërive. Në orën 5 të pasdites të shtunën, publiku u mblodh në Shkollën e Muzikës Lorenz Antoni në Prizren për t'ju përgjigjur pyetjeve që mbeten pas shfaqjes së filmit. DocuTalks e merr rolin e një hapësire ku filmi nuk përfundon me titrat e fundit. Paneli Hybrid Cinema as Political Language, i moderuar nga Dea Gjinovci, të shtunën pasdite ka nisur programin e bashkëbisedimeve dhe diskutimeve. Ai e vendosi në qendër pyetjen se çfarë ndodh kur historia nuk është e plotë, kur arkivat janë të paarritshme dhe kur imazhet ekzistuese janë vetë produkte të pushtetit. Regjisorja Dea Gjinovci, e cila e ka moderuar panelin, ka ngritur disa pyetje fillimisht. Çfarë mund të bëjnë kineastët kur këto trashëgimi kulturore janë të paarritshme ose kur duhet të vihen në pikpyetje dhe të sfidohen? A mund të na ndihmojë kinemaja hibride në një farë mënyre të krijojmë narrativa të reja dhe hapësira të reja për ato gjërat që janë lënë jashtë? Për Gjinovcin, kjo pyetje është veçanërisht e rëndësishme në kontekste ku trashëgimia historike nuk është gjithmonë e qasshme. Sanaz Sohrabi ka folur për filmin e saj An Incomplete Calendar dhe për shumëllojshmërinë e materialeve mbi të cilat është ndërtuar ai. Filmi ka shumë forma të ndryshme. Kjo ndodh edhe sepse filmi punon me një fond arkivor që është jashtëzakonisht i larmishëm. Ka revista dhe botime nga Irani, nga bota arabe, nga Amerika Latine, si dhe pulla postare, letra, intervista dhe pamje të xhiruara në terren. Pra vetë materiali filmit e kërkonte këtë shumëllojshmëri formash, dhe për shkak të pranisë të gjitha këtyre materialeve të ndryshme arkivore, doja vërtet ta tregoja edhe procesin e ndërtimit të kësaj marrëdhënieje me to. Regjisorja Sabine Groenewegen e ka quar këtë pyetje në një lloj alarmi. Mendoj se në rastin e The Clearing ose të filmit që në fund u bë The Clearing, në të vërtet nuk ekziston një arkiv zyrtar. Filmi fokusohet në historinë e vitive 1910 dhe 1920, në plantacionet koloniale në sundimin kolonial holandez. Dhe pa hyrë në një kurs të tërë historie, sipas mendimit tim, kjo ishte një periudhë në të cilën skllavëria u riemërtua si punë e detyruar, ndërkohë që praktikat e skllavërisë vazhduan deri në fund të viteve 40. Në filmin e Michael Barwise, pyetja zhvendoset nga arkivit e vëzhgimi, siç shpjegon ai. Mua më interesonte shumë ideja e tij, pra fakti që vitet e 90-ta ishin një periudhë drejt fundit të konfliktit në veri dhe ekzistonte kjo gjendje ku njerëzit ishin as të mësuar të vëzhgoheshin dhe të regjistruheshin nga shteti britanik, nga ushtria britanike. Dhe pastaj pyetja ishte, çfarë të bën, jo si person, në kuptimin që je gjithmonë i vetëdijshëm se po të shikojnë, se po të vëzhgojnë. Kjo çështje e rikujtimit të kujtesës, pa pretenduar se po rikujtohet mekanikisht historia, u lidh në panel me përvojën e Gjinovcit në realizimin e The Beauty of the Donkey, filmi bazuar në kujtimet e babait të saj për fëmijërin në një fshat të Kosovës gjatë një periudhe represioni. Aurelia Martin, dizajnere e kostumografe, është pjesë e ekipit të realizimit të filmit. Ajo e ka përshkruar procesin përmes teatrit dhe bashkëkrijimit me banorët e fshatit.
Për filmin e Deas ne punuam me teatrin dhe skenën teatrale. Kjo do të thotë se vendosëm një skenë teatrale në fshat dhe të gjitha pjesët fiktive u luajtën nga vetë banorët e fshatit. Ata luajtën personazhet e asaj kohe. Ne shikonim dokumentar ose imazhe të shtëpisë të Odës, që është një hapësirë tipike e shtëpive tradicionale në Kosovë dhe menduam, në rregull, duam të rindërtojmë diçka që i ngjan një skenografie historike. Në edicionin e 25 të DokuFest, programi nuk është më thjesht një seri panelesh, por është bërë edhe një seksion i veçantë i festivalit, duke bashkuar regjisor, mendimtar, aktivist, punonjës kulturor dhe audiencë për biseda urgjente rreth filmit dhe shoqërisë.